Edhe në këtë rast unë e kum dosht me demonstru një recet që ti hanë mandarinat po i gjun lëvoret. Po i gju lëvoret. Ani unë pjua mandarinat lëvoret me rriti. Që ato lëvoret unë pi marë dhe me bëj një qaj. Një qaj me lëvore. Ose një sirop të më thanë të shëndetshëm për grep. Me ju ndimu për me të i kalu problemin e ftohjes edhe gripit. Dhe më thanë, këto bioflavonoidet, sasia vitamine C që e përmbajnë mandarinat, ndikojnë ti për mirë të kjo periudhë. Dhe më thanë, lëvorën te e gjumë, që këtër të shfrytëzojmë. I shtojmë direkt për zirje, kush... Që e mora me qitë livorën, harrova që për merte. Direkt që kjo... Mere, puna morë. E mora zanatin unë. Nëse vetë që po mënej kanë dureme dhe kanë nerva ashtë, mujnë mi tha, buhet halo ma i mirë qoj, e apet që i halo ma të mirë, mujnë mi tha lëvoret, me pas hapsire dhe me pas mundësi. Tash sasia që e zinë do të me përdorë që aty për që aty. Ato që thohen mundesh me i rujt. Ato që thohen po, munden edhe më rujt, ama këtë sasi kena me përdorë me njëherë. E qysh thohen linë, ta mësojmë edhe qatë? Po më vare njën ato makinat që thajnë, ose në ambjente dikun ku s'ka shumë pluhen, është vend i ertë edhe i thatë. Për që janë balkonet që janë në shtatë mbulume që si ekspozohen prej. I lenë kështu si kur arshafin e kumlave. Po, munden edhe në furë, për shanë temperatura tolta gjatë natës milon, mi mbulu mirë me letër të kuzhinës, po më nëjë ka disa metoda, po është pak e... E pasaj ruajtje atyne? Pasaj ruajtje aty një, si krejtirë zatë të thata, si krejtë qdo sen që e thonë. Më thonë, i kena shfrytzu 3 mandarina. Aty ke vendosë... Kemi me shtu një shkop kanel. E këtë rast edhe ata që hojnë mandarina, mujnë me pi që qaj edhe me qëtë kanel e ullin atë indeksin glimit. Bromje biles mas mandarina. Ka shënë të hongra, 2 kila mandarina, po qajnë e këmpi. Masi e kemi këtu për shembull, nuk është e domosdoshme, po masive që kam shkopin e karanfilit, është antiseptik, për shembull zakonisht këto viruset shoqërohen edhe me për shembull me irritim të gojes ose mukozës ose edhe të fytit, e kjo ndikon tepër mirë te këto raste, s'është obligative me qit, po për shembull shumë e mirë edhe gjethe dafine, po mos ta komplikojmë ashtu që me buma. Mos ja hupim shijen mandarinës. Po. Më thonë këto i zim për 10 minuta. Me një sasi të vogël të ujit. Po. Një gotë sa përsare. Në ndërkohë, të regome dhe njëherë për çfarë ishte qaj që qaj është për imunitet, për anti-inflamacion? Po, për ftohje, për grep, për persona që kanë probleme me fët, për detoksifikim, për shkak që përmbajnë bioflavonoide, levorja e mandarinës ndikojnë shumë mirë edhe për tretje, po kryesisht për ftohje edhe për grep, ndërkohë që jojnë mandarinat për shembull, e ndojmë lëvorën edhe bujmë shpejt një qaj, që mundet për shembull me shërby edhe të fëmijët edhe të rriturit edhe të më shumit kuptohet. Pa sheqer. Mbila asë mjallë mirë është mësë me vendosë se e ka vetë shijen e mirë. Mandarina, karanfili, përveç të fëmijët ose për shembull nëse në gjendje gripoze, preferohet mjalt edhe limon, pse jo. Sa minuta duhet me zi? 10-15 minuta derisa të merr ngjyrë, më thënë të alëshon mandarina. Me kone thot, normal ma shpejt. Bëhet po to deri në 15 minuta afërsisht. Okej, po ndërprena disa të bëhet edhe çaj edhe buka dhe kthehemi për pak.